Ka qenë gjoba më e madhe që ka marrë njëherë federata. Nuk e kujtoj, do ke qenë diçka ke 150.000 euro, mos gaboj. 150.000 euro vetëm për atë ndeshje. 150.000 euro ka qenë gjoba për atë ndeshje, e cila është apeluar më Me që radha. themi të gjoba, si e shpjegonin të dy që Federata Shqiptare e Futbollit ka qenë o më e dënuara ose e dyta më e dënuara për sjelljen e tifozëve në kampionatin evropian. Ka qenë mos gaboj Serbia në vend parë, Shqipëria në vend dytë ose Anasjelltas dhe Kroacia. Pra këto kanë qenë tre federatat më të gjobitura nga 200 euro. Ndërkohë që ne gjithë na u dha ideja që tifozët tanë janë mrekullueshëm etj. Do është thirrjet? Mua si ndjekës periferik i futboll, kuptohet për ndeshjet e kombëtare jam ndjekës i rregull, por më vjen shumë çudi për këtë fakt, sepse kam perceptim krejt tjetër, dhe mendoj kështu si unë duhet të jenë dhe shumica e shqiptarëve. Unë mendoj që ka ndikuar koret, në sa momente jemi më shumë të shikuar me lupë më shumë se ç'duhet, dhe e dyta është, mendoj unë, temperamenti jonë si Ballkanat që momente gëzimi edhim në një gotë bire më tepër nga ato gotat plastike, dhe kjo besoj ka sjellë ndikimin e vet. Patjetër, si rregull kjo do sillte dënime, po unë mendoj që në raport me gjithë ballkanasit e tjerë, vazhdoj të më shoj kësaj, ne jemi më butët më tolerantë. Pa diskutim. Si tifoz, po. Gjergj e di shumë mirë, krahasim me serbët, krahasim me kroatët që kanë grupe huliganë, është strukturuar prej vitesh. Ne nuk kemi grupe të organizuara të tilla, kemi grupe tifozerike që sa ka qenë shuma që ka përfituar Federata Shqiptare e Futbollit nga shitja e biletave në Shqipëri, Serbi? Në ato bisedat informale që kam bërë me ish kolegë të mi, se i referova si kolegë, ish kolegë të mi është diçka tek 1.5 milion euro.